Mirë, kthehemi sërish bashkë në 20 minutat e fundit. Kemi kuriozitet të dim pa paragjykime, po thjesht si prire për të krijuar modele në këtë kuptim, se ndoshta sikur njërit t'ia mbushim mendjen sot që është më mirë kështu, e kemi kryer, po themi, funksionin ton. Cilët janë më të gatshëm për të pranuar, për të ulur dhe më pas marrëveshjen? A ka të bëjë mentaliteti, a ka të bëjë formimi kulturor, niveli arsimor, gjitha këto? Ne nuk duhet për ta perceptuar si një metodë që jep sukses. Nuk duhet ta ndaj me formim kulturor, mentalitet, biznes apo familje. Është mendësi. Dhe këtë mendësi ne duhet ta përçojmë përmjet këtyre emisioneve televizive, është një zgjidhje alternative që nuk kam se shkojnë gjykat, nëse palët duan, dhe absolutisht rekordi i rasteve është shumë i suksesshëm. Unë do të thosh 80-20. Dhe ato 20 jo se nuk janë zgjidhur totalisht, nuk janë zgjidhur në themel. Pasi palët mund bien dakord te pjesa e marrëveshjes, të zgjidhin 1, 2, 3 pika, dhe për të katër nuk bien dakord ta zgjidhin. Por është arritje. Mjafton që një ndërmjetësi arrin t'i uli palët në një tavolinë, ta shohin njëri tjetrin në sy, të diskutojnë, qoftë edhe të bërtasin ka njëri tjetër, por ama ta nxjerrin atë se çka kanë brenda. Pasi, siç tha edhe Loreni, është proces emotiv. Ndërmjetësi duhet arrit ju nxjerri jo atë çka thon palëve, po atë çka ato realisht duan. Gjasat janë një pjesë të mirë të rasteve që palët nuk thon atë çka duan për e vërteti, ose realisht interesi tyre nuk është ai çka thon, është diçka tjetër. Dhe kjo është aftësia e ndërmjetësit për të bërë ato për të arritur të krijojë marrëdhënie besimi mes palëve, tek të dyja palët, t'ja u bëjë të qartë, ato të arrin ta kuptojnë që unë nuk kam interes as tek ti dhe as tek ti. Interesi im është i përcaktuar që në fillim kur jam dakord që unë do marr X para, 50.000 lekë, siç tha Loreni. Atëherë, këtë 50.000 lekë jam dakord që ta paguaj Kozeta. Je dakord ti që Kozeta paguaj? Jo, do të paguajmë gjysmë për gjysmë. Okej, gjysmë për gjysmë, 25.000 Kozeta, 25.000 ti. Vazhduam. Në këtë moment ndërmjetësi është i pavarur nga pjesa financiare. Tani merret vetëm me pjesën emotive të palëve. Ta arrit ju nxjerrë palëve atë çka ato duan realisht. Aty ku duan të arrin realisht, jo atë çka thonë. Do të thonë është fakultative kjo, sepse ndoshta si mundet të dy palët të kenë një ndërmjetësues. Duket e habitshme. Po pra, sepse dhe të paguajnë njëkohësisht në dy palët, kur puna juaj këmbulse apo bindse mund të kalojnë në njërën palë apo në palën tjetër. Për mua kjo është tu ndajemi bashkë. Nuk mund të mbrosh të dy thuhet në gjykat sepse ke rast pleshtimor. Nuk mbroj atë. Kjo është problemi. Zgjidhja do shkojnë në favor të dikujt, se barabart nuk shkon. Pra njëra palë do marrë diçka më tepër në ai konflikt e pala tjetër më Zoti avokat, nuk ka rëndësi fare se nga anon zgjidhja. Ti po më thuaj që priftin nuk mund ta bësh. Urdhra? Priftin me të dy palët se bën dot. Jo, pra nuk ka prift, nuk ka mbrojtje palësh. Atëherë tham pak më përpara. Okej, po ju them një rast që na thot një nga trajnuesit tanë nga Slim Foundation për një futbollist në Londër. Dhe thot futbollisti dhe gruaja e tij ishin shumë mirë nga ana financiare. Gruaja, më saktë në një nga këto faqe tabloide, del që ky zotëria trahtonte me dikë, me një dashur. Dhe këta shkojnë ke ndërmjetësi, gjithmonë ke pjesa e procesit, dhe mund t'i merrte miliona pound zonja këtij zotërisë nga pjesa e ndarjes që se shkon në gjykat. Ajo çka ajo kërkoi vetëm një falje publike tek e njëjta gazetë ku dolën ato foto. Dhe vetëm kaq u bë. Dakord. Ky është në variantin ajo që dua unë dhe ajo që doni ju. Po në momentin që unë dua 10 dhe ju doni 9, unë dua 2 dhe unë dua 8, për çfarë dua unë ndërmjetësi se unë bikam dakord vetë? Ndërmjetësi nuk merret me shifrat. Shifrat diku fliten në fund fare. Dakord. Po, se edhe unë i pyeta në fillim, kështu e nisa dhe unë bisedën. Pra ne kemi interes për të marrë të njëjtën gjë ose jo të njëjtën gjë, por maksimumin nga një gjë e caktuar, respekti, mirënjohja, ndjesa publike. Unë dua ta jap ndjesën, ju s'doni ta jepni ndjesën, sepse nuk mendoni se keni bërë gabim. Pra nuk është vetëm çështje parash në këtë mes. Nuk ka gabim në ndërmjetësi. Po, dakord. Dhe po them, në fund, nëse unë e di çfarë dua dhe ju e dini çfarë doni, dhe ne bijem dakord për këtë.
pse na duhet ndërmjetësi? Unë kam përshtypjen që ndonjëherë frika është aty ku o gjysma për gjysma, ose kur ti do të ngarkosh me përgjegjësi dikë tjetër. Sepse palët nuk janë asnjëherë të bindur që ajo që do njëri nuk e do tjetri dhe ajo që do tjetri nuk e do njëri. Ose mendojnë që ajo që dua unë e do dhe ai. Pra, ose nuk janë të bindur dhe nuk e mendojnë dot se cila është arsyeja mbrapa kërkesës së njërit dhe mbrapa kërkesës së tjetrit. Se cili është argumenti i njërit dhe argumenti i tjetrit. Se si e shikon njëri një situatë dhe se si e shikon tjetri një situatë. Perceptimet në një konflikt mund të jenë shumë të ndryshme, të gabuara dhe të vërteta dhe të drejta. Mënyra se si në këto trajnimet që ne, domethënë, bëjmë her pas here për të paraqitur një tablo sa më të qartë të perceptimit që krijohet në një konflikt. Unë jap një shembull, nëse ne shikojmë në një dritare të pallatit dhe mbas perdes shikojmë në hijen e perdes që bashkëshorti apo i bie me hanxhar në kokë bashkëshortit, absolutisht nuk mund të jetë e vërtet, apo nuk mund ta mendojmë që është 100% e vërtet që bashkëshorti apo vret bashkëshortin. Është bashkëshortja duke ndarë në mes pulën te tavolina mbas krevatit ku është trirë bashkëshorti, dhe në fakt ne në perde shikojmë sikur ajo po i bie me hanxhar në kokë bashkëshortit të saj. Pra perceptimi i një situate është gjithmonë i ndryshëm nga njëri individ te tjetri individ. Ajo që bën ndërmjetësi është pikërisht kjo. Ndarja në detaj e këtij perceptimi, mënyra se si e mendon njëri, mënyra se si e mendon tjetri. Çfarë interesash janë për njërin dhe tjetrin, cili është sistemi i vlerave të njërit dhe sistemi i vlerave të tjetrit, çfarë vlerëson më shumë njëra palë dhe tjetra palë. Dhe duke ndarë konfliktin në këto detaje kaq të vogla, atëherë do të shikohet që konflikti në fakt ekzistoka si një perceptim i gabuar. A propozon ndërmjetësi? Pra, për te asaj që dua unë si njëra palë dhe asaj që do tjetri. A propozon ndërmjetësi? Sepse në momentin që propozon, a ka më panshmëri në këtë mes? Jo, duhet të sqaroj edhe që tha avokati. Avokati ka shkruar shumë në linjë jemi. Tha dhe kolegu te pyetja e parë që në fund në faktin ose në rastin që dy palët bien dakord, për çfarë u dashkë ndërmjetësi apo avokati? Absolutisht ndërmjetësi është personi i cili organizon takimin, organizon dhe shkëmbem interesat midis palëve dhe i bin t'i ulë një tavolinë. Nuk është e thjeshtë. Edhe në takimet të veçanta. Të gjithë palët që janë në konflikte gjyqësore. Unë kam pasur raste që janë zgjidhur pa u takuar palët asnjëherë me njëri tjetrin. Nuk duan ta shikojnë njëri tjetrin, janë takuar vetëm me mua. Është takuar me mua, këto janë ato. Palët gjithmonë duan të dinë se çfarë kërkon pala tjetër. Të gjithë duan të shmangin konfliktin, pagesat e tepërta, gjykatën, kohën e gjithçka. Por nuk kanë ditur realisht se pala tjetër çfarë kërkon dhe deri ku mund të tolerojë. Mendoj që ky është momenti dhe profesioni më i mirë dhe më komod është i ndërmjetësuesit. Pjesa jonë e avokatit është e tillë, por ne jemi më pak të besueshëm te pala jonë kundërshtare. Pse jemi më pak të besueshëm? Sepse unë shoh argumentat që shkojnë në favorin tim, pra të klientit apo të personit që unë përfaqësoj. Dhe pak shoh personin përballë. Ndërkohë ndërmjetësuesi ka të kundërt, ndërmjetësuesi i intereson marrëveshja. Tu bëjmë ndryshimin. Mua më intereson fitoria unë e kap në gjykatë. Dhe pala tjetër mua nuk më beson, ja avokati palës të baroj, nuk pi kafe me ty. Dhe kur nuk e shkojnë për mëndë. Ndërmjetësuesi është komod në këtë situatë dhe ja ka dhënë ligji këtë fakt. Altin, me që ishim të propozimet, a beson që ka panshmëri ose nuk do prodhoj më pas këtë marrëveshje pavarësisht se nuk ka më këthim pas për palët, pa kënaqësi në momentin që ndërmjetësuesi mund të propozojë një zgjidhje? Jo, është një zgjidhje ideale, zgjidhja që është me ndërmjetësim. Se të dyja palët paka shumë lëshojnë atë peun që thuhet. Se dikush mund të shkon në gjyq, pavarësisht se shkon në gjyq, po me një ndërmjetësim të vogël edhe mund ta zgjidhin me njëri tjetrin. Pra ajo është pozitive që është e ndërmjetësimit. Avokat, ne po flasim sigur këtu gjithë çështjet gjyqësore zgjidhen me marrëveshje. Në këmbëstrimin e praktikën time, në 100 raste, 95 përfundojnë me gjykat dhe 5% përfundojnë me marrëveshje. Kultura e marrëveshjes tek ne që të flasim drejt dhe troç, mos ta bëjmë pjesën e ndërmjetësimit tek ne është në kufi minimal. Shumica e rasteve të konflikteve janë zgjidhur gjyqësisht dhe palët kur janë kujtuar që para 3 vitesh kanë pasur propozime, të cilat si pranuan, ka qenë te i vonë për të pranuar realisht që kanë gabuar. Por jo vetëm kosto janë. Është e mundur që ndërmjetësuesi të jetë mbi
profesionin tonë që ne jemi më të ashpër, më pragmatist. Dhe nuk kemi kohë të shohim në aspektin emocional atë çka e ka ndërmjetësuar. Dhe nuk mund ta shohësh. Dhe se shoh dot. Sepse ti mbron një palë dhe ke detyrimin ligjor të mbrosh atë palë. Por a nuk realisht mentaliteti kur propozimi që bën ti mund të jetë më favorizues Cila beri pa të. Po. Mund të ndodhë që të konsiderohet si favor ndaj njërës palë të keq kuptojë pala tjetër? Absolutisht, sa kundërmjetësuesi përfaqëson të dy në mendimin tim si jurist, absolutisht njërën palë do ta lët pa kënaqur. Pala e cila... Unë nuk jam dakord te terminologjia. Ka momenti që bien palët dakord. Ose nëse palët realisht zgjedhin ndërmjetësues të ndryshëm, s'ka më ndërmjetësim. Kjo nuk mund të ndodhë. Duhet jetë numër tek. Kush është problemi? Duhet jetë çifte. Kush është problemi? Ligji se ndalon. Kemi dy avokatë. Kemi dy avokatë. Po edhe dy ndërmjetësues mund të bashkëpunojnë shumë mirë me njëri tjetrin. S'është pengesë. Po nuk dakord, por nuk është në thelbin e ndërmjetësimit. Ndërmjetësimi është një person i paanshëm, i pavarur, që respekton shumë ideale kjo që ndërmjetësuesi i ul dy njerëz në konflikt dhe në fund ndahet, bëhet marrëveshja dhe të dy palët çfarë më intereson na shkojnë te kafja dhe pinë kafen apo shkojnë te dreka. Absolutisht mua si ndërmjetës, nëse do marri Loreni më tepër apo do marrësh ti më tepër, unë nuk merrem fare me pjesën më tepër ose më pak. Pyetja e gazetarit, po ishte e tillë. Jo në mënyrë të qëllimshme për interesin tënd, Erklend. Në momentin që bëhet një propozim nga ndërmjetësi, mënyra se si ndërmjetësi e strukturon procesin e ndërmjetësimit nuk është i njëjtë si një propozim që mund të vi nga një partner biznesi që të thotë shiko se unë këto janë kushtet e mia, ti lër më pak dhe ço më tepër. Ndërmjetësi nuk mund të kryej as edhe një veprim ndërmjet dy palëve pa i marrë lejen secilit nga ata. Që do të thotë, nëse ndërmjetësi e bën një propozim, do t'i thotë palëve një herë t'i kërkoj atyre lejen, a më lejoni mua t'ju bëj një propozim ju të dy? Me të shikoj unë, interesat tua janë 1, 2, 3, 4, interesat tua janë 1, 2, 3, 4. Në fundit ndërmjetësuesi do marrëveshje. Se po bëre priftin ti dhe të thua që shumë i drejt me njërën palë dhe shumë i drejt me palën tjetër, marrëveshje ti nuk ke. Që do të thotë, ti nuk ke sukses, nuk ke financa. Nuk ka marrëveshje të drejtë dhe të gabuar. Nuk ka marrëveshje ligjore. Nuk ka marrëveshje logjike. Objekti debatit dhe pyetja i Kozetës qëndron në faktin që njërën palë në marrëveshje do ta lësh të pakënaqur. Jo. Dhe ju si ndërmjetësues, edhe unë si avokat, më intereson të këtoj çështje në gjyq. Pra unë vazhdoj të insistoj me të madhe. Ti do insistosh te pala që është me dobët, me lodhur ta bindësh. Jo taksativisht. Në mënyrë që ti të arrish marrëveshjen, të arrish suksesin, të arrish financa. Jo. Absolut po. Pse? Sepse shumë ideale ajo që të diskutojmë. Po dakord, pra ne po mundohemi për një profesor ideal të çojmë përpara. Shumë ideal. Ju mendoni profesionin tuaj se si jeni avokat? Një pyetje, nëse ty të vinë në zyrë 10 raste, të cilët ti në mënyrën më ideale, më fali ju, kërkon ti bindesh në mënyrë të drejtë të dy palët. Po 10 raste ty t'i nga zyra. Po. I 11 ju nuk vjen më në zyrë. Çfarë do të thotë? Tani po mos vinë, pasoja djetë. Ndërmjetësi nuk bindë asnjëherë palët. Rasti 11, ti do shohësh të arrish marrëveshjen te pala që është me lodhur. Edhe kjo është për të vazhduar një konflikt. Edhe kjo është hipotetike. Pala është vërtet me lodhur. Ja pala është me fortë. Ndërmjetësi nuk bindë asnjëherë palët. Se edhe kur zgjihen dy veta me grushta, futet dikush që t'i ndaj. Zëmaj më banal. Po, ka një ndërmjetës. Janë në gjendje njerëzit me pak nxitje se tolerojnë diçka nga një proces. Dhe kjo bëhet me ndërmjetësim, e bëjmë dhe ne avokatët me njëri tjetrin. Kur janë konflikte që janë të kota, që çështje kotë, jo më thet thash, jo kjo për gjëra shumë të vogla që mund të tolerojnë shumë pak, s'kam se të vazhdojmë procesin gjyqësor. Në mesi procesit jo në fill. Por që mund edhe të arrihet. Për i çon gjyqësa që 10 na duhet çështja. Një çështje që mund të zgjidhet. Ndërmjetësuesi do marrëveshje. Ti toleron diçka ti dhe i mbyllemi atë proces. Por ne na intereson çështje. Flasim financiarisht pak. Bind asnjëherë palët. Se kështu flasim palët në momentin që shkojnë te ndërmjetësi duhet të jemi në gjykat. Po e çova në gjykat, unë kam çuar financa në shtëpinë time. Dhe ju, nëse arrini marrëveshje, ke çuar financa shpintuar. Jo domosdoshmërisht. Atëherë ti do ta çosh në gjykat dhe do shkosh 10 seanca. Ato 10 seanca ti ke shpenzime. Në qoftë se ti e zgjidh një marrëveshje me ndërmjetësim, do të thotë që ti nuk e shpenzuar për 10 seanca. Ti ke marrë sukses fin te marrëveshja. Se unë nëse fitoj çështjen në gjykat, unë nuk kam vetëm tarif, kam shpërblimin.
Dhe ju, nëse ju arrini marrëveshjen, aty është dhe fitimi jonë më i madh. Në qoftë se të autorizon pala, atë mund të dolën problemet, ë? Jo. Jo, jemi në limitet e kohës dhe shkurt, ju lutem shkurt. Atë të bëjmë ndërmjetëse midis palëve? Ja, ne jo pa qëllim keni zgjedhë dy profesione të cilat ne shkojmë shumë mirë bashkë, por kemi ato të ndryshmet që normalisht janë dhe të nevojshme. Vizioni i ndërmjetësimit është sa më pak çështje në gjykat, jo sa më pak punë për avokatin. Sa më pak çështje, a ka mundësi palët të ulen, të diskutojnë, të gjitha gjenet e mërusën e përbashkët, japin dorë njëri tjetrit dhe jeta vazhdon. Shumë ideale janë. Çdo marrëveshje është produkt i vullnetit të palëve. Në qoftë se një marrëveshje 8% të saj. Problemi i zgjidhjeve është dhe pak më i thellë. Edhe 2 minuta nëse do më lejosh. 2 minuta janë shumë. 30 sekonda. 30 sekonda? Problemi i zgjidhjes vjen së pari nëse institucionet funksionojnë, konflikte ka pak. Nëse realisht sistemi gjyqësor funksionon më shpejt dhe më sakt, konflikte ka shumë më pak dhe të siguroj që emri avokatit dhe emri ndërmjetësuesit do jetë akoma shumë më i fortë. Rastësisht nuk është që në vendet perëndimore të zhvilluara Amerikë, Francë, Itali, avokati është emër, ndërmjetësuesi është emër, përmbaruesi përbën emër. Pse? Sepse institucionet janë të forta dhe pjellin autoritet për mua, autoritet për ju, autoritet për gjithë profesionet e lira të drejtësisë. Pas nesër do flasim për përmbaruesit. Statistike thjesht. Bruna, nuk e di nëse do të thosh ndonjë gjë. Statistik. Javës tjetër, në Suedi 80% e çështjeve janë me ndërmjetësim. E rëndësishme është të promovohet dhe ky si profesion dhe është më tepër që ule edhe koston psikologjike, se folëm vetëm për koston financiare, sikur ato të ishin më të rëndësishme në jetën e individit, por edhe aspekti psikologjik. Emocionet janë ato që shërohen në marrëveshjen. Dhe shkarkesa e negativitetit dhe energjive negative që kanë palët kur krijojnë konflikte. E të thash që në fillim që kemi 4 meshkuj edhe një femër. Edhe unë prandaj pa mbyll me ty. Ju falenderoj zotërinë dhe të falenderoj Bruna veçanërisht. Do të shihemi sërish nesër mbroma, ju uroj gjithë natën e mirë.